Më thash pres kvalifikimin e Spanjës me rezultat shumë të ngushtë, për shkak se edhe Portokalia ka lojtarë dhe ka kontingjent me i bo boll Spanjës. Pse e thash me rezultat të ngushtë? Sepse Spanja po ka pak vështirësi në shënimin e golit. Ka pak vështirësi, edhe duke pas parasysh që edhe mbrojtja e Portokalisë, edhe me sfusha janë të mirë, kisha parasysh që me rezultat shumë të ngushtë mundet me kalu. Mos të harrojmë që jemë përballë dy ekipet me ndoshta me sfushën, ndoshta më thonë me sfushën më të mirë të këtij kampionatit, por nga kreativiteti, sepse edhe Anglia ka me sfushë. Po, teksa i shohim edhe formacionet, foto numër 3, fillimisht formacionin e Portugalisë. Në përgjithësi si ndeshje si e barabartë me një 11 më të mirë të Spanjës, por që në fund unë mendoj që me plot merit e meritoi Spanja, e pom një me sfushë me të drejtë të Spanjës që nuk e dija ka humni Tabaj Rodri. Në anën tjetër Vitinha është ndru për shkak se nuk boni një paraqitje. Edhe po ashtu edhe Mendes Indrecës që thoi kjo është lojtari më i mirë, mbrojtësi majt po, është me ndër më të mirë, po për mu është. Kur diti shtyllën pati paraqitje më të mirë, përderisa luajti derisa u zëvendësua pas tendimit. Ndeshjen tjetër, po. Ishte një nga më të mirat. Të fshirë ndeshjen tjetër që po performon Mendes. Po te Portugalia shka nuk funksionoi Leci? Po dhe, petjone, po e dingi ku e urdhët te Portugalia? Po, Sulmi. çfarë nuk funksionoi? Sulmi inexistent. Ronaldo është ai që duhet, qoftë se themi është fenomen edhe që është lojtar i madh, atë në kësi ndeshje duhet dalë pa lojtar i madh. Unë kam thonë, e shoh Ronaldon jo që shkelqen në këtë kampionat për shkak e para mosha, e dyta humbi refleksi, humb shpejtësia, ato që i ka pas Ronaldo, edhe kundra mbrojtjeve të forta ka shënuar disa gola, një penalti, ka shënuar disa gola, ku më thonë du me po kundra mbrojtjeve të forta. E ku sot e pom që nuk e dija kishte një rast më duke në pjesën e parë, pra sulmi pjesa kryesore që duhet ta zgjidh nuk e zgjidhi. Normal që Mendes thënë që është lojtar i mirë sepse pat shumë vështirësi Yamal në ndërtime, sepse është një vit për forcën që ka për hapin e madh, si themi na që ka Mendes, edhe e neutralizoi Yamal, por që në fund triumfoi Spanja. Një Portogali që ka që ka pas maksimumin, për menimin tem, ka që ka pas maksimumin, sepse faza e ofanzive e Portogalisë nuk është në nivelet të ekipeve tjera, si që është Franca ose mbasi edhe Anglia, por edhe Argentina nuk është në këtë nivel, sepse gjithçka bazohet te Ronaldo, shumica e gjona bazohen te Ronaldo, por që ajo, si me thonë, ajo që ka qenë Ronaldo më herët nuk është e Ronaldo.